Qendra Kombëtare e Librit dhe e Leximit njoftoi se sot shkrimtarja shqiptare Ledja Gjoga është përzgjedhur si kandidate për çmimin prestigjioz të letërsisë Booker Prize 2025. Gjoga, me romanin e saj Misinterpretation, renditet në listën e gjatë të pretendentëve për këtë çmim prestigjioz. Ledja Gjoga është shkrimtarja e dytë shqiptare që kandidon për Booker Prize pas Ismail Kadares, që ka fituar çmimin dhe International Booker Prize në vitin e themelimit të kësaj kategorie e 2005. Kadare ishte njëri prej kandidatëve edhe dy herë të tjerë, në 2017 dhe në 2024. Fituesi i këtij viti për Booker Prize do të shpallet në datën 10 nëntor 2025. Booker Prize është çmimi kryesor letrar në botën anglishtfolse dhe ka sjellë njohje shpërblim dhe lexues për letërsinë artistike për më shumë se 5 dekada. Ai u dha për herë të parë në vitin 1969. Ky çmim ka për qëllim të nxjisë leximin e letërsisë artistike cilësore nga mbar bota dhe sipas të dhënave ka pasur tashmë një ndikim të dukshëm në rritjen e vëmendjes ndaj saj. Vlerësimi për punën thelbësore të përkthyesve reflektohet në shpërblimin prej 50.000 pandësh, i cili ndahet në mënyrë të barabartë mes autorit dhe përkthyesit. Ndërkohë, çdo autor dhe përkthyes që përfshihet në listën e ngushtë përfiton gjithashtu nga një shumë prej 2500 pandësh.